Të rriturit kam përshkruar Aksinura Bushtricës Korç 101 km e gjatë, ku fitues ka rezultuar ciklisti i ekipit të Tiranës Henri Ysa, i cili mbështetet nga një tjetër ciklisti i këtij ekipi, Olsi Veliaj, i cili mund të merrte vendin e tretë të etapës. Për Hysën, era ishte në favor, ndërsa Veliaj tregon se ciklizmi nuk po mbështetet sa duhet në vend. Para shkoi shumë mirë, era ishte në favor tonë mbas qafploqës, ishte era mirë. Ishte një kundërshtar i fortë, i cili ne u shkputëm me kolegun tim nga Tirana, Olsi, edhe i djalë nga Kosova, Bertoni. Ishte shumë i fortë, por ne ja dolëm t'jam poshtëm, sepse ne jemi dy veta edhe kemi favor, kur jetë 2-1. Ndodhi në majtë Qaftanës, aty u bë klasifikimi i malit, aty domethënë u ndanë çunat, edhe në dyshez u shkputa unë, Olsi, djali tjetër i Tiranës, edhe Kosovari Blertonua. Edhe nga aty nuk na kapën më grupa. Etapa ishte shumë e bukur, terreni ishte mjaft i mirë. Kishim pak erë, por era është në favorin tim sepse unë jam sportist fushë dhe era më favorizon. Sot ishte detyra ime të punoja për shokun e ekipit, Henri Ysa, i cili doli fitues, sepse një javë më para kishim garën e Kavajës, i cili ai punoi për mua që e fitova unë dhe ishte detyra që të fitonte ai sot. Një djalë i talentuar në ciklizëm po del nga Korça, si Nedion Demiri i Skënderbeut, i cili mundi të fitojë në kategorinë kadet, e përshkruar nga Pojska në Korçë me gjatësi 71 km. Gara shkoi mirë, po pak me vështirësi, sepse kishte edhe konkurrencë nga vendet e tjera, por pra me stërvitin që kishim bërë, arritëm të fiton vend të parë. Gara e ciklizmit e vlefshme për Kupën e Shqipërisë do të vijojë edhe më tej, duke përshkruar Zëmbla Korçë, Kapshtic Korçë, e duke shkuar në qarqe të tjera të Shqipërisë.